përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili, edhe të një sekretarit përgjithshëm, më duket Ministria e Arsimit. Avokat, tani si njëri i ligjit, të lutem, ndje se dua të shfrytëzojnë maksimum kohën edhe të mos bijem në përsëritje. Nuk janë parë dosje, nuk janë marrë dosje, po thoni. Po ama në përkëmbimet e e-mailit, a mund të, le themi, kemi informacion sensitiv që mund të cënoj gjykimin, hetimin edhe tjera si këto, pra si ndodh në përditshmëri? Atëre, mund të ketë, le themi, sa do pak ndonjë e-mail, po e them kështu. Për shembull, unë e-mailin tim zyrtar të studios time përdor kryesisht në informacion le themi në letë shkëmbime apo bisedat të cilat unë i kam zyrtare, qoftë me klient, apo qoftë me gjykatën, apo me prokurorin. Sepse ajo është gjëja më zyrtare. Po informacion konfidencial, shpërndan? Nëse unë aty bëj një kërkesë prokurorisë apo gjykatës, nuk është se unë aty ngarkoj fajle të dosjes për të cilën unë kam. E-maili është më tepër informues dhe referues, por nuk mund të jetë dosja në vetvete. Duhet të kuptosh, Ilir, dosja, për shembull, dosja e Erion Veliet, vetëm për masën e sigurisë, vetëm ajo pjesa e parë, domethënë për të cilën po shkojnë, ka 66 fashikuj, 2134 faqe. Po pra, prandaj të pyeta, avokat, nëpërmjet emaileve, a mund të jetë marrë informacion sensitiv? Jo dosje. Jo dosje i lash, nëpërmjet emaileve, po them, nëpërmjet emaileve. Mund të jetë marrë informacion i cili mund të përdoret. Po ja fut kod, unë i shkruaj Ilir Yzeiri dhe i them, jam duke hetuar zotin Damian Gjiknuri, të lutem, ke një informacion, mund të ma kalosh këtë informacioni këtu, të cilën ti mund ta kesh apo jo? Po e bëj shumë banale. Po, sa më thjesht. Po, sa më thjesht. Pra, kjo është ajo çfarë mund të kërkohet nga emaili. Sigurisht, ata kanë hyrë te emaili, dhe pastaj janë nisur te emaili me qëllim domethënë që të kenë mundësinë domethënë që të futen pastaj në databazën e secilit kompjuter edhe të kenë pastaj mundësitë që të mirnin edhe fajlet për secilin rast. Për ato që atyre mund të kenë interesuar. Unë besoj që nuk është hakerim, dhe ta them pse nuk është hakerim. E kuptova. Sepse po të ishte hakerim, atëherë është ai që ja hakeroi, hakerat e kanë psikologjike këtë gjë. E marrin dhe tentojnë me të gjitha mënyrat domethënë që ta bëjnë sa më publike, se atyre u intereson fama, më së shumti se çdo gjë. E mban mend Edward Snowdenin, e mban mend ç'a ndodhi me WikiLeaksin e me shumë gjëra të tjera. Po. Jam dakord. Tu është një dorë, realisht një dorë e zezë, po e them, nga ata të cilët tashmë janë subjekte të SPAK-ut dhe po mundohen me të gjitha mënyrat, parat nuk u mungojnë, në mënyrë më absolute, me të gjitha mënyrat që të stopojnë hetimin ndaj atyre. Tani unë po t'isha në vendin e atyre prokurorëve të SPAK-ut, edhe pa e qejpur mirë dosjen, do kërkoja një mas sigurimi ndaj atyre njerëzve, të cilët kam në mendje se për të cilët është yshtur të bëhet kjo gjë. Ermal, rikthehemi, nëse nuk e diçka për të shtuar përsa i përket hakerimit, a rrjedhjes së informacioneve, nuk dim se si duhet ta quajmë, doja të pyesja për diçka tjetër. Unë mendoj vetëm fakti që po hakerohet SPAK tregon frikën që kanë aktorët politik apo aktor edhe ekonomik. Po, e thatë. Kështu që nuk vetëm kjo. Po mund të vazhdoj. Ermal, jo, doja të pyesja mbi kërkesën e GKK për prokurorinë e posaçme mbi dosjen e deputetes Gjaçka, e cila është në listë hapur në garë për Tiranën në Partinë Socialiste. Si e shikon këtë kërkesë të GKK-s? Përse ribëhet kjo? Ka fakte të reja nga ana e kallëzuesit Fredi Beleri apo vedi? Po, do duhet kuptojmë në fakt që ajo është një dosje e cila në fakt ulërin për padrejtësinë që është bërë me tokat apo me pronat në imar. Ne dim shumë mirë që shumë prej aktorëve politik cilët garojnë në këto zgjedhje kanë probleme me SPAK-un. Për sa i përket zonjës Olta Gjaçka, do duhet në fakt të ketë një informacion edhe më detajuar për shkak se pavarësisht që në opinionin publik tashmë ne kemi të vërtetuar nga dokumentat që kanë dalë që jo vetëm është abuzuar aty për të zhvjedhur dhe prona, dhe tashmë është edhe pak e pakuptueshme në konceptin tim që si zonja Gjaçka kërkon të kandidojë përsëri për deputete dhe zoti Rama i cili flet në mëngjesit deri në darkë që unë thotë mbështes drejtësinë, unë jam këtu njeriu i cili e kam nisur këtë reformë, ka zgjedhur të kandidojë përsëri duke i dhënë një mburojë këtoja
politike përsëri Olta Xhaxhi. Nuk dua të hyj shumë tek çështja është Fredi Beleri apo një aktor tjetër. Më duhet kuptoj dhe më duhet të shqyrtoj që fakti aty ulërim. Pra, janë vjedhur pronat e qytetarëve të Shqipërisë, pra shqiptarëve të Imarës. Dhe ky është një këmban alarmi që tashmë drejtësia do duhet t'i japi përgjigje. Dhe nuk ka rëndësi e ka emrin Olta Xhaxhi apo e ka emrin një person tjetër, ai do duhet të përballet me drejtësinë dhe do duhet t'japi përgjigje para drejtësisë se si kanë shfrytzuar pushtetin e tyre për të marrë pronat dhe për dalë investitor strategjik. Gjë që ja bën mua që kjo lidhet me abuzimin apo me pushtetin e tyre politik. E kuptova. Avokat, një koment nga ana jote. Nuk e di nëse e kam avokatin. Avokat, është bërë mirë apo është bërë keq që çështja e zonjës Xhaxhi, pra deputetës Xhaxhi, është ndarë nga ish kryebashkiaku i Imarës, këtu qëndron le të themi e gjitha? Okej, e para një, nëse do duhet ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur, është fiks si puna e tij Akolit në minutën e fundit fare shtesë, që ti jep kupën e botës. Kjo është ajo për kufizimi që GKK-ja i ka bërë spakut në rastin konkret. Duke qenë se ti më ke kritikuar herën e fundit që unë ka filluar të zbutem shumë me spakun, ky është rasti për ta kritikuar tani për të rikthyer edhe një në origjinë i lirë. Dhe po të them domethënë që spaku në rastin konkret nuk ka bërë punën që duhet bëj. Në ç'kuptim? Sepse GKK-ja nuk i thot asgjë tjetër. Po, dëgjoj. GKK-ja nuk i thot asnjë një gjë tjetër, po i thot spakut. Zotëri, domethënë institucionit. Regjistro procedimin penal. Regjistrimi i procedimit penal nuk do të thotë që personi në fjalë mund të shkojë në burg. Po mirë, pra, po ka një përgjigje nga ana e prokurorisë, avokat, më herët, ka një përgjigje. Nuk janë gjetur prova apo jo? Po pra, që nuk ishte shteruese. Po tash gjykata ja ka kthyer mbrapsht. Po çfarë do të thotë kjo kërkesë e dytë? Çfarë do të thotë kjo kërkesë e dytë? Spak ka mbajtur një qendrim për këtë. Tani në cilat shtigje duhet të eci? Në cilat shtigje? Unë jo më ka të pyeta, ka të bëjë me ndarjen e çështjes nga kryebashkiaku? Po pra, nuk ka lidhje kryebashkiaku Jorgo Goro këtu në rastin konkret me edhe nëse ka bërë një shpërdorim detyre Jorgo Goro në rastin konkret, po them apo korrupsion. Jo, është çështje që duhet parë si e ndërlidhur apo duhet ndarë ashtu siç ka ndodhur. Të lutemi lirë, sepse ndryshe nuk më kuptohemi. Po të them edhe një herë, Jorgo Goro mund të ketë bërë korrupsion pasiv. Artan Gaçi ka bërë korrupsion aktiv. Ka një ndryshim midis të dhënit dhe të marrët. E ndryshon vepra penale këtë gjë. Në rastin konkret, çifti Gaçi konsiderohen në korrupsion aktiv, sepse janë përfitues të asaj prone atje. Në rastin konkret. Gjykata i ka thënë, pas le të themi akuzave që ka ngritur zoti Fredi Beleri, që ka thënë, juve minimalisht do duhet të regjistroni procedim penal, se spaku nuk e ka bërë një tani çfarë do ndodh? Nuk ka. Tani çfarë do ndodh? Tani do ndodh që do jetë detyruar spaku të bëjë hetime të themelura në bazë të vendimit që ka dhënë gjykata, se gjykata shikon nuk është thjesht të urdhëron thotë shko dhe regjistro procedim penal. Gjykata të thotë në arsyetimin e vendimit. Do bësh 1, 2, 3, 4, 15 çështje hetimore. Pra të dikton hetimin. Absolutisht. Të dikton mënyrën se si ti duhet ta trajtosh këtë çështje. E kuptova. Dhe nga ky vendim i gjykatës, unë jam i sigurt si jurist. Po për qytetarët, ju siguroj domethënë që çifti Gaçi do shkojnë drejt gjykatës. Tani, a do marrin dot pa fajsi apo do dënohen? Kjo është tjetër gjë. Që do shtohet, do duket pas 2 apo 3 vitesh, por minimalisht do duhet të merren në procedim penal. Dhe ajo që të bën shumë çudi është si ishte mundur që në atë mallnia e tij Sultani Surreli vazhdon akoma që këta